na kemi mundësi të ballafaqojmë papunësinë, jo duke u bë hajna me vjedh, jo duke punu me drogë, jo duke vjedh gjysdanat e njerëzve në përgjepe, dukuri negative që ndodhin në qytetet tona fatkeqësisht. Na mund ta fitojmë papunësinë duke kërku punë të përshtatshme për ne. Nuk e mendu ide alternative si zëvendësim për atë që është dominante si punë në vendin tonë. Edhe kush e lyp, kush e mendon e gjen. Kush e kërkon me ngull me gjen, na kemi gjem gjithashtu. Që e kishin në zemër dëshirën për punë. Në këtë shtet, në këtë vend, që s'ka perspektivë, që s'ka ofertat punës. Ama ata nuk u ndalen duke kërkuar mundësinë e punës. E provun një dështun, e provun dytën dështun, e provun tretën dështun, e provun katërtën dështun, e provun pesën udhëzi. Edhe sot kur i takon edhe i shefësike, dhe si shkon me idare që themi ne, me furnizim, me punë, thot elhamdulillah, Allahut i qofshi falë. Bereqeti Allahut, elhamdulillah, mirë. Një idare, do të një furnizim mesatar normal e siguroj për vetën time. Ama i nuk unal. Nuk unal vëllai me thonë s'ka punë. Edhe flet deri në 10. Edhe s'ka punë, rri gjithë natën udhve. S'ka punë, kafen se huq asnjë ditë. S'ka punë, cigaren e qirat. S'ka punë, qefet nuk i lën masdore. S'ka punë, po ti s'ke me pas punë edhe 500 vjet me jetu. Se nuk e ke kërku punë. Ti e të thosë s'ka punë, o zëtë zgjate. Se kafja s'mungon, cigarja s'mungon, buka s'mungon, qefe s'mungon, po ti pse me punu? Pse me punu ti? S'mungon ku një send, punon për ty baba jatë, punon për ty nana jote, punon për ty gjyshi jatë, ala me penzinë me babgjishit jetën. Punon për ty vllavi jatë, punon për ty motra jote, punon për ty ndoshta fëmia jatë. Pse me punu ti? Ti s'mungon ku një send. Ama besimtari i mençur, njeriu me vullnet të çelikt, njeriu me qëllim, ai nuk nalet kur. Ai nëse e dështon një punë e kërkon dytën, e dështon dytën e kërkon tretën, nuk nalet duke i ndru punë, derisa të bien punën që i përshtatet edhe ku mundet me tregu aftësitë e veta në formën më të mirë të mundshme. Edhe kjo është obligimi i shoqërisë. Edhe obligimi i shtetit, atë që e bën perëndimi, me asiguru secili qytetar mundësinë me gjetë punën më të përshtatshme për te. Se jo çdo punë, çdo kujt i shkon për shtati. E shteti i mirë, shteti i zhvilluar, shteti i drejtë social është ai shtet që secilit për neve këtu në xhami që jemi, ja mundson me e gjetë punën më të përshtatshme që mund ta bënaj. Edhe ku suksesi i tij ka me qenë 100%. Pse? Për shembull, une ta zon mu me punu si murator, mu me punu edhe si udhugxhi, mu me punu edhe si do thot instalus i sistemit ujit. Për shembull, 3 punë. Ama në 3 punë unë s'mund me qenë i suksesshëm 100%. Te murator mund me qenë 100%, te udhugxiu mund me konë 50%, tek instaluesi i sistemit ujit mund me konë 30%, 40% ose 60%. Sistemi i shtetit të drejtë është ai që ma mundson mua, nëse s'ka punë për momentin me punu si murator, ma jep mundësi me punu si udhugxhi. Deri kur? Deri në momentin kur më jepet mundësia me punu si murator. E lone punën si udhugxhi dhe kthehen punën si murator. Pse? Se këtu jam 100% i suksesshëm. E këtu jam veç 50% i suksesshëm. Unë me nejtë këtë punë, do të vazhdoj punën, mirë po 50% do të provoj, do të realizoj. A në këtë vend punën nëse vjen tjetri, që ka mundësi me qenë 100% i suksesshëm, atër i shtohet shtetit si të rësi suksesi 50%, po edhe ki muratori që ka punu me 50% ose 60% sukses, e kalon e ku marrë une që jam i 100% me sukses, atër edhe këtu e bëj 100% suksesin, edhe atje bëhet 100% suksesi. Edhe të dy lëmijit e realizimin e kemi 100%, edhe shteti është tash çka 100% me realizim më të madh se sa përpara.
Kjo është sistemi i drejtë social i shtetit, që gjithve jep mundësin me e bo punën që mas mirë ti din me bo. Që na nuk kemi na ofertë për punësim bazik, e pra shkak ne shka na ndodh në përzijet lamsh puna. Ai që është i aftë në administrat, punon në arsim. Ai që është i aftë në arsim, punon në administrat. Ai që është i aftë në shkencë, punon në administrat. Ai që na e përzi lamsh punë, edhe se cili punon punën e huj. Punën që nuk e don, punën që nuk është 100% me realizim. Edhe pra që do të gjitha institucionet tona, edhe arsimi, edhe administrata, edhe fabrikat, edhe puna private shkojnë me 20-30% kapacitet të realizimit. Edhe normalisht shteti funksionon 20%, 30%, edhe na po e shohim se shtetet tona nuk funksionon 100%. Për shkak të saj, se s'na ka dhënë mundësi të gjithë neve që 100% ta shfrytëzojmë aftësitë tona që i kemi. Andaj nuk gëzon askush për neve me thonë nuk mundem.